Sa I përket radio televizionit publik shqiptar, jo si kryetari I grupit, por as si deputet, por si një qytetar I thjesht, do doja të thoja që televizioni publik shqiptar vazhdon të jetë një dështim I madh, një harxhim parash kot, dhe që pavarësisht të vlerësimeve të jetë pozitive të skrutinitetit që bën kuvendi, të paktën duhet ta themi trot që televizioni nuk është se po ngrihet në atë nivelin që do të kishim dashur gjithë për të parë një televizion publik pas kaq shumë vitesh përpjekjesh, pas kaq shumë drejtorësh të ndryshuar. Megjithatë, shpresoj shumë që gjetjet e të dy komisioneve që janë objektive dhe që është rasti për të thënë që ky ndryshim I mënyrës së kontrollit parlamentar këtë vit po fillon dhe do të japi efekte. Unë jam shumë besimplot që kontrolli parlamentar tani më jo vetëm vjetor, por I shtrirë dhe periodik do të na japi vlerësimet e duhura, por si njeri shpresplot që jam, nuk kam ndonjë shpresë që radio televizioni shqiptar do bëhet.